Nuk është një pamje që e shesh shpesh në ditët e sotme, njerëz që presin në radhë për të blerë fruta dhe perime. Në një kohë kur çmimet e produkteve ushqimore kanë arritur nivele të larta dhe buxheti familjeve është gjithnjë më i kufizuar, shumë qytetarë janë detyruar të reduktojnë blerjet e tyre. Rritja e kostove është ndikuar edhe nga faktorët ndërkombëtar, luatjet në tregjet globale dhe rritja e çmimit të naftës, e lidhur edhe me tensionet dhe konfliktet në lindjen e mesme, kanë bërë që transporti dhe furnizimi me produkte ushqimore bëhet më i shtrenjtë. Si pasojë, në shumë dyqane dhe tregje çmimet e frutave dhe perimeve janë rritur ndjeshëm. Megjithatë, në Vlorë ka edhe biznese që përpiqen të bëjnë një diferencë për konsumatorët, veçanërisht për familjet me të ardhura më të ulta. Një prej tyre është edhe një subjekt i vogël tregtimi frutash dhe perimesh në lagjen 24 Maj, i cili prej 7 vitesh operon në treg. Subjekti Dion ka fituar besimin e klientëve duke u përqendruar në dy element kryesor, çmime të ulta dhe produkte cilësore. Sipas konsumatorëve, diferenca në çmime është e dukshme. Ata thonë se në këtë dyqan arrin të blejnë fruta dhe perime deri në 50% më lirë, krahasuar me shumë dyqane të tjera, madje edhe më lirë se në disa raste në tregun e hapur. Dhe zgjedhim këtë subjekt sepse e para porsier këta janë shumë korrekt me klientët. E dyta, mallin e kanë shumë të mirë dhe shumë të lirë. Që kur vete në treg është me 1000 këtu më damash me 600-700, kështu që ata të tregut abuzojnë shumë me çmimet. Prandaj këtu vim qande, vim sonis jo, po janë shumë njerëz vish. Po të vish në orar të ndryshme, mund të ketë shumë njerëz që me radhë të gjitha. Këto çmimet tu, nëse keni për çmimet, janë për fukaran. Për të pasurit janë andaj me tutje. Pra ju nuk shkoni? Jo, janë pensioniste që janë 20.000 lekë. Këtu, edhe afër e kam. Po dhe atje ku ka qenë çik me tutje kemi bler. Pse? Jemi fukarej. Që janë 20.000 lekë. Diabet, tiroide, veshka, tension, aritmi për tension. Imagjinoj sa ilaç që marrim, edhe ai ta ham. Cilësia është patjetër. Është i njëjti mall, shkojnë çik më tutje, shikoj me syrin tënd, ai mall është. Të njëjtin mall e sjellim me çmime më të shrita. Duhet të ketë abuzimi pa parë, që në supermarkete e kudo. Shteti të kontrolloj atje ku duhet. Unë s'bëj politik, nuk duam politik. Duam të na bëhet ajo që duhet. S'kam se të ngrihem atje. Duhet të flas këtu, ku duhet. Të kontrollojnë që na çmimet, që na skadimet e të gjitha. I ka çmimet shumë të ulta, me atë të tjerët, po. Keni vite që? Po, kemi vite. Ka shumë të mira, të freskëta, të përditshme. Po me jetë është me lirë nga gjithë tjerës. Është me lirë. Në këtë si po krize, që janë rritur çmimet? Çmimet nuk kanë as tavan tani. Po këtu janë më të lira. Më të arsyeshme. Mirë, më ndryshe është. Është më lirë se tjera. Po patjetër. Prandaj vim dhe neve, se tani në pensionista jemi. Sa më lirë është? Pa ndryshon 200-300 lekë. Ndryshon. Po, patjetër. Edhe cilësia është? Cilësia është e mirë, zgjedh vetë. Kjo se ka dhe vende që ka dhe me lirë atje lartë, po do ta jap kudo ai. Tu e zgjedh. Një tjetër arsye që ka bërë këtë biznes të fitojë besimin e qytetarëve është edhe mënyra e furnizimit me produkte. Frutat dhe perimet vijnë kryesisht nga zona të njohura për prodhimin bujqësor në Shqipëri, si Korça, Lushnja dhe Berati. Përfaqësues të subjektit tregojnë se që nga fillimi i aktivitetit kanë ndjekur një politikë të qartë të mos rrisin çmimet përtej asaj që është e domosdoshme dhe të mbajnë një diferencë të ndjeshme nga tregu. Çmimet janë shumë të arsyeshëm, ne venim çdo 2 ditë vemi në Lushnjë, Berat, Korçë, ku të ashtu. Patatën e ke 500 lekë. Lullakën e ke 800 lekë. Sallaton e ke 800 lekë, specën e ke 1000 lekë, lakrën e bardhë të kuqe e ke 200 lekë. Çdo gjë është bio. Portokallën e ke 700 lekë, patatja 500 lekë, qepa 500 lekë, panxhari 700 lekë. Mollën 600 lekë. Çdo gjë është bio, e freskët. Është më ndryshe nga çmimet e tjera. Kjo qasje ka bërë që dyqani të ketë vazhdimisht klient. Edhe në orare të ndryshme të ditës shpesh krijojnë radhë njerëzish që presin për të blerë produktet e tyre të përditshme. Në një periudhë kur shumë familje përballen me vështirësi ekonomike, çdo mundësi për të kursyer me shpenzimet e ushqimit është e rëndësishme. Për këtë arsye, qytetarët thonë se kanë gjetur zgjidhje pikërisht te ky biznes. Sipas tyre, përveç çmimeve të ulta, një tjetër faktor që i rikthen vazhdimisht është edhe cilësia e produkteve, të cilat janë të freskëta dhe vijnë direkt nga zonat prodhuese. Radhët përpara dyqanit, por edhe brenda tij, janë një tregues i qartë i realitetit ekonomik me të cilin përballen shumë familje sot, por në të njëjtën kohë,
Ato tregojnë se edhe iniciativat të tilla që vendosin në qendër konsumatorin dhe nevojat e tij mund të bëjnë një ndryshim të vogël, por të rëndësishëm në jetën e përditshme të qytetarëve.